Përshëndetje, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e Radio Televizionit të Korçës. Vazhdojmë të ftojmë në këtë format miq të veçantë, veçanërisht ata që kanë vite e vite që i mungojnë ekranit ton. Me gjithë përpjekjet që ka bërë për të qëndruar larg syrit të publikut, ne nuk ishim se si të mos i bënim një ftesë për të rikthyer në ekranin ton e veçanërisht në një format ku na krijon hapësira dhe mundësi të njohim kontribues të jashtëzakonshëm të këtij qyteti. Një profesor i nderuar i cili ka dhënë një kontribut jo vetëm në botën akademike. Ndoshta ndër të paktit njerëz që ka zgjedhur si profesion ekonominë agrare. E ka folur jo pak për të ndër vite, me artikuj të ndryshëm shkencor, por jo vetëm, edhe në formate të ndryshme televizive. Sot kam kënaqësinë ta kem të ftuar në një rrëfim krejtësisht ndryshe për jetën, profesionin, karrierën e tij, gjithçka që është dhe që rrëfehet në miq në RTS, profesor doktor Ylson Manokun. Profesor, mirë se të gjetëm. Faleminderit, Misar. Është kënaqësi, edhe për mua shumë kënaqësi që na ke mirëpritur në shtëpinë tënde në një vatër të ngrohtë, si kjo e jotja, dhe që besoj e tillë do t'jetë edhe biseda për gjithë ata që na ndjekin. Besoj se kështu do jetë, se s'ka se si t'jetë ndryshe. Profesor, ashtu është e vërtetë, edhe vetë formati na imponon një gjë të tillë. Profesor, pavarësisht faktit që ke qëndruar këto vite të fundit larg mediave, besoj se i ndiqni vazhdimisht zhvillimet ekonomike të vendit. Sigurisht, sepse kjo është edhe kualifikimi tim. Kam punuar për një kohë shumë të gjatë në për ekonomitë e vendit dhe është dhe profesioni tim. Veçanërisht në fushën e bujqësisë. Veçanërisht në fushën e bujqësisë, sepse aty jam dhe i diplomuar në ekonomi agrare. Në ekonomi agrare, po. Dhe besoj është edhe sektori mirë rëndësishëm që për cilën shqiptarët punojnë edhe sigurojnë të ardhura të mjaftueshme, besoj. Sigurisht që për vendin ton ka qenë gjatë gjithë kohës një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë së vendit. Bilet duhet thënë që jepte në produktin e përgjithshëm apo siç quhet sot në GDP-n mbi 25 deri në 30%. Bile arrinte deri në 35% në vitet e veçanta. Dhe në të ardhurat e shtetit, në të ardhurat neto, si mund t'i quanim, se tash atëre kështu i quanim, jepte rreth 22, mos gabojmë, 24%. Domethënë ishte dhe prodhuese dhe kontribuese në zhvillimin jo vetëm të vetes së saj, por edhe të sektorëve të tjerë. Dhe kjo duhet vlerësuar. Sigurisht që me kalimin e kohës, kjo është ulur, po prap në krahasim me vendet e tjera jemi superior në thonjza. Sepse japim akoma 18 edhe më shumë % në GDP-n e vendit. Pra është akoma sektori rëndësishëm për mua. Pavarësisht luhatjeve, ulljeve, ngritjeve. Profesor, fakti që jeni rritur në një mjedis ku njerëzit e familjes tuaj e kanë dashur tokën, i kanë dashur kafshët, natyrën, je rritur në një mjedis të tillë, sa ka ndikuar kjo në zgjedhjet e tua? Tash unë kam lindur në fshat, këtu afër qytetit, por baba im ka ardhur nga një fshat që kur unë ndaku firi në vitin 1913 dhe pasaj në bas vitin 1920-1924, ai fshat ngeli në tokën greke. Qushe Revan atere dhe sot quhet Dhiopotami. Unë kam vajtur, se më ka treguar ai babaj. Është vendlindja e babait tuaj? Është vendlindja e babait tim. Dhe kur ka ardhur këtu ka qenë rreth moshës 15 vjet. Ka ardhur duke paguar rojet greke me Napoleon në Flori, jo me kështu. Kështu më ka treguar ai babaj. Dhe pastaj u vendos në Melçan. U vendos në Melçan. Po. Dhe ishin si
në atë kohë, kishte pronat të mëdhaja disa njerëz, por sidomos pronat e xhamis dhe të teqes. Dhe këta ardhës i buj qifqinj. Dhe unë edhe sot e di ku janë vendi ku kanë banuar, që i thoshim nga qifqiana. Dhe janë marrë tër jetën me bujësi. Si babaj, mamaja, motrat time, dhe unë deri në një farë moshe. Dhe ti atë imazhin e mënyrës se si punohej toka, se si duhej natyra, kafshët vazhdon ta kesh në imazhin tënd. Shiko, unë jam larguar nga fshati i vogël në moshën 14 vjetë, se edhe shkollën e mesme e kam bërë me konvikt. Dhe që atere kam qenë jashtë fshatit. Por asnjëherë nuk jam shkëputur nga toka, nga kafshët dhe nga njerëzit e fshatit. Sepse ata kanë qenë edhe janë pjesë e jetësime. Shiko, unë kam lexuar, po tash nuk më kujtohet emrin e një presidenti amerikan. Pse neve duhet ta kemi fshatin dhe njerëzit e fshatit në qendër të vëmendjes dhe duhet që t'i ndihmojmë. Dhe midis të tjera, e di ç'është? E para, ne të tërë jemi fshatarë. Po. Sepse para 120-130 vjetëve, Amerika ishte me 50-40 apo se 50% e më shumë më në fshat. E dyta thoshte, është punë e rëndë. E treta, ka lidhje me natyrën shumë në atë kohë. Dhe e fundit, që unë nuk e përmend, pa ai e thoshte, janë njerëzit më të mirë. Unë nuk e përmend, por në vetëdijen time e kam këtë, që janë njerëzit më të mirë. Dhe kështu bashkë me babain, të dy, sepse natyrisht atëre ishin edhe bursat të cilat varej se ku dhe se si dilnin, me apo pa dëshirën tuaj ju zgjodhët të studionin një shkollë të mesme bujqësore. Kjo ishte ëndra në fakt e një fëmije 14 vjeç. Ju e dini, ose po ja u them që në atë kohë, për të kaluar nga shkolla 7 vjeçare në të mesme, vendimet merrshin nga komiteti ekzekutiv i rrethit. Nuk që dëshira ime. Ëndra ime që në femini, sidomos mbas 7 vjeçares, ishte që të shkonja të bësha inxhinier mekanik. Kjo ishte ëndra ime. Dhe kërkonja që të shkonja në Politeknikumin 7 Nëndori, që atëre ishte transferimi i shkollës së Fullcit. Por, shteti tha, jo, do vesh në shkollë bujqësore, me qenë që je fshatar. Këtë s'ma thanë, po unë e kuptova. Dhe kam ardhur pa dëshirë të them drejtën. Por çfarë ndodhi gjatë studimeve 4 viteve? Ju përfunduat shkollën e mesme me rezultate të shkëlqyera? Me diplomë të shkëlqyer. Dhe kjo më krijoi një mundësi që kur të shkoj në universitet të iki drejt pas drejti nga shkolla e mesme në universitet, në shkollën e lartë, sepse atë vit doli dhe një ligj që duhet të shkoni një vit në prodhim. Me qenë që isha nxënës i shkëlqyer, kalova drejt pas drejti. Ky ishte avantazhi. Po doja që të shpjegoj, megjithëse ishte pa dëshirë, unë studionja në mënyrë të vazhdueshme, sistematike, për të arritur një diçka tjetër, që të kaloj në shkollë të lartë. Përsëri vut një detyrë vetes, përfunduat shkollën e mesme me rezultate të shkëlqyera. E rriti kjo vetbesimin tek ju? Sigurisht. Kur arrin një nivel në edukim, në profesionalizëm, sigurisht që të bën një njeri më kërkues ndaj vetes, kështu e gjykoj unë, dhe të bën që të mendohesh seriozisht për të ardhmen tënde. Dhe që këtu, besoj, fillojnë dhe lindin objektivat. Se unë tash e ndava mendjen që do bëhem specialist, ekonomist i bujqësisë. I bujqësisë, po. Atëherë e ardhmja ime, cila do jetë?
Dhe unë e përsaktova që në vitin e parë të universitetit që ardhmja ime do jetë akademik, do me thënë. Kjo ishte Boda akademike. Dhe sa për kështu tash nuk e dia a e vlen, nuk e vlen. Njerë kam bërë një bisedë kur isha në shkollën e lartë me në amik Doklin, sepse e kisha në dhomë dhe ishim bashkë në një grupi ekonomistëve agrarë. Edhe aj më pëti, se ishte i zgjuar qaj që atere. Më tha, qarë me ndonë që do bëhesh ti, tha, kur të mbarojmë të shkollë? Unë i thash, akademik. Po ti i thash, unë tha, gazetar dhe shkrimtar. Dhe që të dy e mbajtën fjallën dhe para ca kohësh e kujtova. Çfarë kujton nga kohë e studimeve, profesor? Cilët kanë qenë ata pedagogë që kanë lënë gjurmë në jetën tënde? Shiko, mua më quanin peshkop, të themi të drejtë. Sepse gjatë gjithë kohës isha duke studiuar. Iq të shtunën basdite, që delja në për Tiranë, jo në një film, në një teatr kështu, dhe gjithë kohën isha në shkollë para dite, që nuk mungonja asnjëherë, dhe në basdite në salën e studimit, deri në orën 9:10. Prandaj kishin në emrin peshkop. Sigurisht, unë e pranonja. As më vinte keq fare që më quanin, sepse e kisha ndarë mendjen. Ka një diçka për shkollën e lartë në atë kohë, se bëhet fjalë për vitet 66-70. Po thuaj se 95, mos themi edhe 100%, të gjithë pedagogët që më ka dhënë mua mësim, kanë mbaruar jashtë studimet. Bashkimi Sovjetik, Ungari, Poloni, Bullgari, e tjera. Dhe ishin shumë të përgatitur. Kishin një edukim profesional shumë të mirë, një mënyrë sjellje me studentët shumë të mirë, si që gjykoj unë. Dhe unë them që nuk mundet që të veçoj ndonjë pedagog, po më kanë lënë përshtypje ata që kishin mbaruar në Bashkimin Sovjetik. Ishin njerëz të nivelit më të lartë, më duket mua, dhe njerëzit më të respektueshëm dhe serioz. Po, nga lëndët, sidomos organizimi që e kishim bazë ne, që kishë mbaruar në Bullgari, aju që docent në atë kohë, dhe aji më mbushi më shumë mendjen që unë të qëndronja në ekonomia agrare. Sa ju e dinte se kush ishte, unë se dinja se që tot ekonomia agrare. Kështu që ata e kam si të veçanë. Kam Koçokote, ky i pari ishe goxha i rritur atere, Kallapodhin vjemrin, Koçokote kishë mbaruar në Bullgari. Ata e pata dhe udhëheqës të dizertacionit tim pasaj, që ashtu. Edhe ajo ishte njëri korrekt, që mua më ka mësuar, domethënë. Por, në përgjithësi, për të gjithë kam përshtypjet më të mirë. Ka qenë fati brezit tuaj që keni pasur mundësinë të keni pranë pedagog të këtij niveli edhe që kishin ardhur me një formim tjetër akademik, krejtësisht ndryshe. Në atë kohë nuk e vlerësonim këtë, të them të drejtën, sepse nuk kishim mundësi të bënim krahasime, se po s'bëre krahasime nuk vlerëson dot, sipas logjikës time. Po kur e gjykoj sot, për shembull, se kam qenë vetë dhe profesor, kam thënë vetë mësim, mund të them që ishte një mrekulli në formimin ton që ne kishim të tillë profesor. Mirë, ne do të ndikim tani një grup me foto për të zgjuar pak edhe kujtesën e profesorit që vinë pikërisht nga fëmijëria e tij, po jo vetëm edhe nga koha e studimeve. Sigurisht që shamia e pionerit është ajo që na ka shoqëruar gjatë fëmijërisë. Kjo është fotoa e parë e jetës sime. Sepse i lindur në fshat, i rritur deri në adoleshencë në fshat, ku s'kishte as celular, as fotograf në fshat. Një botë krejtësisht tjetër. Krejtësisht tjetër, dhe kjo është e para dhe kam dalë në 7 vjeçare, që e kam bërë në Vinçan, një orë gjysmë larg në këmbë, dhe jam mbështetur në muri i shkollës, që kam dalë në tabelën e nderit. Kjo është foto pak e ndryshuar, po jam në vitin e parë të shkollës së mesme. Më duket se është e njëjta xhaketë.
më duket. Këtu është në vitin e parë, edhe këtu i dalë për tabelën deri. Profesor, nuk i ke shpëtuar shërbimit ushtarak? Kjo ishte, shikon, nuk është aq e thjesht kur e shikon këtë foto. Ishte në ato vite kur atë kohë ne u acaruam shumë me Greqinë. Me Greqinë. Po, dhe Greqia në atë kohë solli ushtrinë në kufirin tonë, në kufirin e Korçës dhe të Gjirokastës. Dhe të gjithë universitetet kaluan një muaj në mobilizim. Ne kishim armatim, aty janë Kalashnikov bile, kishim fishek, rreth 300 fishek, flinim të veshur, me këpucë me tërë, që prisnim alarm, që do ngrishim ose jo. Ditën, bënim stërvitje. Ne ishim në repartin e tankistëve, do më thëmë, këmsor mbas tankeve. Ishim goxha në një repart kështu që tanku përpara ne mbrapa. Edhe është një gjë që unë sot e quaj mangësi. Në fakt që të rinjtë nuk marrin edukim ushtarak. Sidomos në këtë kohë, që është një kohë pothuajse krize politike, krize ushtarake e tjera. Po mendojnë që të kthejnë ushtrinë në mënyrë të detyruar shtetet e zhvilluara, Gjermania e tjera. Këtu, unë s'di, vetëm ndonjë që ka revole me leje ose pa leje, nga këta të rinë që mundet që të di artin ushtarak, kurse unë e di artin ushtarak. Besoj këtu? Këtu jam student dhe kam provimin e gjeografisë ekonomike. Pse e mban mend kaq? Po e mbaj mend sepse duke qenë shumë të ngarkuar, i tham profesoreshës që qenë nga universiteti, që po të duash ta shtymë gjatë kohës së pushimeve, mbaron shkolla për shembull më 10 korik, ne të hapim më 15, që të marrim notat mira, edhe unë me artën e Shqipërisë në dorë. Kujtojmë këtu edhe disa miqë në shkollë. Këtu, ky është nga Gramshi, po e kam pasur që në shkollë të mesme. Dhe kur shkova këtu jam në vitin e parë në shkollë të lartë, në universitet, dhe ky ishte shoku që ishte dhe ky në vitin e parë. Po ky që në agronomi. Kështu që e kam mik të vjetër, edhe e kam takuar edhe më vonë. Universiteti Kodimri në Tiranë, me dëborë. Rallë ndodhën? Rallë ndodhën, unë se kisha problem, po të tjerët shmendeshin që ishin jo nga zonat e të borës. Këtu me 2 shoqet e kursit, njëra është nga Elbasani, tjetra është nga Bilishti, sot është e martuar me një ish shokun ton, pra shok grupi, dhe sot është në Kolonjë dhe është e jema e Benit, që që kryetar bashkije që vdiqin në Ersek. Dhe Beni ka lindur në shkollë. Dhe viqet e kemi bërë në shkollë. Pra, ka historira nga më të ndryshmet. Rikthimi në qytetin e Korçës, sigurisht sot të rinjt kanë mundësi dhe hapësira për zgjedhje, atëherë ishte pak e vështirë kjo. Në fakt, cilat ishin pritshmëritë e një studenti të shkëlqyer pas përfundimit të studimeve? Ju ndoshta kishit dëshirë që, si që shprehet, t'ishit me njëherë pjesë e botës akademike, po kjo nuk ndodhi kaq shpejt, sepse u emëruat në një kooperativ të rajonit të Korçës, në Rëmbec. Në Shtikë? Në Shtikë. Të Kolonjës. Fillimisht. Shiko, është një pyetje interesante në fakt. Njerë në pjesën më të madhe e dinja që do isha një specialist i ekonomisë për bujqësinë. Dhe duhet të dini që deri atëre nuk ishte ekonomist planovik, si puna ime, në kooperativa. S'kishte. Kush e bënte detyrën e ekonomistit në kooperativë në ato vite? Të them të drejtën, nuk e di kush e bënte, se s'kishte plan. Nuk ishte plan. Ishte gjëra të thjeshta, gjëra kështu. Shumë më vonë, në vitet 70, në vitin 70, ne ishim të parët që ikëm në kooperativë. Dhe jo vetëm neve që kishim mbaruar ekonomi agrare, por edhe studentët
të ekonomikut, të fakultetit ekonomik, i quan në kooperativa. U emëruan sepse kishte nevojë në ato vite. Sepse prer të parë emërosin shefat e planit në kooperativa, dhe ne nuk e plotsonim dot. Ne 35 veta ishim, afërsisht. Duhet shpërndashin në gjithë Shqipërinë. Gjithë Shqipërinë, unë nga Kosha ika në Kolonjë. Ajo shoqja dhe i shoqi saj që ishte nga që folëm, u emërua në Berat. Pra kishte të tilla gjëra. Por aman duhet të dim që unë e kisha ëndër që të qëndronja pedagog në një institut. Sepse atëre ishte rregulli që mbashe 5% drejt për së drejti. Po me mendje jo të kthjellët, dhe tash e quaj si mangësi ose si dobësi të momentit që u grinda me zvendës rektorin në momentin që po mbronja temën e diplomës. Sepse e mbrojta në një fushë që deri atëre nuk ishte e studiuar. Llogaritja e kostove në kooperativa. Nuk ishte. Dhe udhëheqësi tim, së bashku me shefin e katedrës, më thanë këta do marrësh. Thashun po si, këta do marrësh, sepse kështu është gjendja. Atëherë zgjodha Armbecin për ta konkretizuar. Për studimin, po. Po, e bëra, e formulova, dhash me mendjen e një studenti ose isha i përkryer, po me mendjen time e llogarita koston si duhet të jetë në kooperativa. Qartë të dhëna duhet të regjistrohen, si duhet bëhet e tjera. Por pedagogu i financës e kuptonte. Pedagogu dhe heqës e kuptonte. Shefi katedrës e kuptonte. Zvendës rektori në atë momente e kuptoha që nuk e kuptonte. Edhe me mendje lehtësi, të them të drejtën, i thash ti s'merr vesh nga këto punë. Dhe që në këtë moment mua më nxuar jashtë. Dhe i ka tash 4. Megjithatë studimi juaj pati një vlerë absolutisht. Dhe kush ishte tash bisedat hapështitjet tjera. Kur vajta në Ersek, isha në komitetin ekzekutiv, mbas shtik i ka komitetin ekzekutiv, më vjen një student nga fakulteti ekonomik, që unë nuk e njifnja, edhe dhe më prezentohet kështu. Në ma që kopjën e diplomës që kem mbrojtur. Po që do me i thash? Po na më thash se më duhet, se do të mbroj unë, po në një nivel tjetër. Në më thash mere, po do ma kthesh, i thash. E mori dhe s'ma ktheu. Nuk të ktheu, ishte një studim i mirëfill. Shumë i mirë ishte, dhe kur më nxuar jashtë tash 4 dhe mbarova unë ka jepata. Kur mbaroj të gjithë grupi, po jepshin notat. Unë zdoroj një vend ande nga fundi me kokurën, që kur u thirë emri, 10. Ngrita kokën. Tash më bësh pëto. Profesionistë që kuptuan që ai ishte një studim i mirëfill që do t'i shërbente në fakt dhe besoj ka shërbyer pastaj në vitet në vijim, jo vetëm kooperativës së Rëmbecit, po besoj gjitha kooperativave ku ju punuat edhe dhat kontributin tuaj. Në fakt, për çfarë në ato vite, profesor, kishin mangësi kooperativat në rajonin e Korçës? Kur them Korçës, sepse ju keni lëvizur në të gjitha. Ato që ne sot i kemi të ndara në 6 bashki, pra Malishi, Kolonja, e kështu me radhë. Kryesisht, ku ishin problematikat më të mëdha? Në vitet 70 kur unë mbarova, dhe sidomos me kalimin e viteve të tjera, deri nga vitet 76-77, muar kooperativat në përgjithësi duall nga hy niveli një pronësie kolektive të pazhvilluar, me jo shumë kuadro, specialist, sidomos financier dhe ekonomist. Ishin ata që kishin mbaruar kurse në vitet mbas shlirimit, ata drejtonin financat e tjera. Gjatë saj kohe, kur mbarova unë vitin 70, filluan që të vinë dhe financier në kooperativa, shefa plani, agronom po, veteriner po. Pra, mendja apo niveli i drejtimit qoftë organizativ, qoftë
nga pikpamja agronomike u rrit. U rrit. Dhe mbas viteve 1980, pastaj ishte një gjë fare, po them se e përkryer nga kjo pikpamje. Nga kjo pikpamje. Bile kishte specialist në atë kohë që ishin të merësisht të angazhuar, të merësisht të pasionuar. Unë po e them një shembull, kur punonja në komitetin ekzekutiv të Korçës, ne shqetësoheshim se s'po binte shi. Domethënë, sikur ne ishim drejtues të kooperativave, e fermave. E ndjenim të merësisht, dhe derivon bile, dhe tër ky brez e ndjen them unë edhe sot këtë problem, që janë të lidhur, janë të dhenë mbas bujqësisë e tjera. Në vitet e para, problem ka qenë shkalla e mekanizimit. Shkalla e mekanizimit dhe unë e shpjegoj pse. Sepse atëre mbi 50% e popullsisë jetonte në fshat. Dhe duhej një armonizim midis punës së mekanizuar dhe punës së krahut. Sepse këta që ishin në moshë pune, ku do punonin? Industria nuk merrte se e atill ishte zhvillimi. Atëherë ngelshe vetëm puna në bujqësi dhe ngelshe puna e krahut. Tash unë po them që kam prashitur unë, kam ralluar unë që fëmijë, jo babaj, mamaja dhe motra time. Kjo ishte mangësia. Kjo ishte mangësia dhe Shqipëria në ato vite nuk i prodhonte dot profesor. Absolutisht. Në vitet e para, absolutisht. Pasaj nga, domethënë, ca më vonë, unë filloj edhe industria tonë e prodhimit të këtyre makinerive bujqësore që të zhvillohet. Unë kam arritur... Rriti kjo regimentin në... Absolutisht. S'pët laf. Bile ne filluam që të prodhonim makina mbjellëse, plugje, dhe në fund pasaj dhe traktor. Pompat, ujitse që prodhoshin në Korçë, ishte uzina e mekanikës bujqësore në Korçë, në Durrës, pra filloi një nivel tjetër. U rrit rendimentet as bëhet llaf. Unë po ju jap një shembull. Në ato vite ardhi një profesor italian që merrse me grurin, profesor Maliani. Edhe e shoqërova unë dhe kryetari i kooperativës së plasës, që ishte Mjallaq Qiriaku, që sot për fat keq nuk jeton, dhe e shëtitëm në këmbë që nga Maliqi, fushë e Maliqit, fusha e kooperativës dhe ardhëm në Zyrë në kohë dreke. Edhe unë kam bërë një pyetje, profesor, na jep do një këshill, çfarë mund të përmirësojmë në punë. Di cila ishte përgjigje që e ruaj edhe sot? Aty ku merren 70 kuntal grur për hektar, unë s'jap këshilla. Është shumë domethënëse. Patjetër. Dhe kjo besoj i rrit pastaj edhe besimin edhe ishit në tepër optimist. Në radhë parë që krenari. Që krenari bre, sepse kur e shikon që puna e njerëzve mundi shpërblehet në një farë mënyrë, ishte një kënaqësi që ndjenje. Dhe ishte një gjë që unë e ruaj në kujtesë. Të merr një 450-500 kuntal për hektar panxar, 250 kuntal për hektar patate. Ishte një gjë e jashtëzakonshme. Për atë kohë, që akoma dhe sot janë arrirë. Profesor, jemi duke folur për punën në kooperativa. Ndërkohë, shpesh herë, sidomos pas viteve 90, edhe pas viteve 2000, merr shpesh herë fjala kooperativ një konotacion tjetër. Është deformuar, shpesh herë kjo fjalë është fyer. Mund të na i shpjegosh se ke punuar një jetë të tërë dhe ke qenë, le të themi, njeriu më adapt, thot populli për këtë punë. Ç'do thot kooperativ? Jo, keni bërë një pyetje që mund të rish edhe 4 orë dhe 5 orë. Dhe është një pyetje që me të vërtet duhet të shtrohet sot. Sepse e thatë me shumë të drejtë që ka marrë dhe një, sikur ka qenë një gjë e keqe.
Njërë duhet ta kuptojmë. Kolektivizimi apo kooperimi është një ide, sigurisht mund të ketë edhe njerëz që do më quajnë edhe leninista, është ide e Leninit. Në librin e tij, Kooperimi në bujqësi, dhe jepte kush janë parimet bazë të kooperimit, që atyre. Dhe çfarë thoshte, sa më kujtohet, e para, është një organizim vullnetar. E theksoj këta sepse që këtu fillon gabimi tonë që në atë kohë. E dyta, është një bashkim që vetë drejtohet, vetë administrohet, edhe të tjerat. Po këto dy, sepse këtu duaj që të përshëndrojmë. Ne, do më thënë, koha, regjimi asaj kohe, që këtu e filloj keq për mendimin tim. Sepse vërtet thoshte që është vullnetar, po kulakët nuk i pranonte. Ose ata që s'deshin të fuqin në kooperativ, i detyronte në format të ndryshme, sepse po mos fuqe në kategorinë kundër pushtetit, kulak e tjera. Pra që këtu u deformua. Kjo do të thotë, profesor, që në ato vite kemi pasur mangësi informacioni, sepse ndoshta nëse njerëzve do t'ju ishte shpjeguar dhe se çfarë përfitonin nga kooperativizmi, ndoshta mund të kishin një qasje tjetër ndaj kooperatives në ato vite? Tash unë do jap mendimet time. Patjetër. Sigurisht mund të ishin edhe këto, por unë mendoj që problemi themelor ishte sistemi politik, ekonomik që ne zgjodha. Këtu fillon çdo gjë. Sepse për shembull, ne krijuam kooperativat. Gradualisht dhe u thelluan gabimet. Ky ishte problemi. Sepse e quanim pronë kolektive, se kështu është, prona e kooperativës quhet pronë kolektive, por u quhet dhe kolektivizimi i bujqësisë. E quanim pronë kolektive, do më thënë, ishte pronë e këtij grupi njerëzish, që këta duhet ta drejtonin, këta duhet ta administronin, këta duhet merrnin vendim. Çfarë bëm ne në vitet e fundit, sidomos në bazë viteve 80, besoj, ne i kthyem këto kooperativat që ishin pronë kolektive, sikur ishin pronë shtetërore. I thoshim, do mbjellësh këtë, kaq hektar, do marrësh këtë prodhim, do mbjellësh kaq hektar, kaq lop, kaq dhi, kaq tëra. Dhe i thoshim, kaq do mbash për veten tënde, kaq do ta sjellësh në shtet dhe do ta marrim me këtë çmim. Do të thonë, ky është një drejtim shtetëror, i centralizuar, si tërë ekonominë, dhe që këtu i bie vlera e të qenit pronë kolektive. Ta kemi të qartë këtë. Dhe kjo, besoj unë, e degradoj dhe mendjen e fshatarit. Dhe këtu besoj unë, është dhe zanafilla që pse edhe sot kanë dyshime të mëdha në mos urrejtje për kooperativën. Dhe unë po them një diçka që e kam shkruar, dhe nuk e kundërshtonte në atë kur e kam shkruar, që ne kaluam nga një produksion kolektiv në një individualizëm shumë agresiv. Dhe do të shpjegoj pse shumë agresiv. Duke krijuar këtë përshtypje të keqe për kooperativat, ne filluam të shkatëronim pronën kooperativiste. Prishëm stallat, prishëm sistemin e ujitjes, prishëm sistemin e kullimit. I shkatëruam. Aq e madhe ishte në thonjza urrejtja mbase. Bile po tregoj një diçka, në këtë kohë isha në Miras, dhe u ndodh aty një që ishte aratisur, para viteve shumë, nga Vidova, se ishte edhe kufi aty, në Amerikë. E di çfarë tha, kur po i prishin këta, mos i prishni, tha. Nëse ju urej unë, tha, atë pushtet, tha. Mos i prishni se do ju duhen, tha, bre.
Kërkoni në një moment të ardhshëm. Atë e kam prapë në mend. Pra, kaluam në një individualizëm shumë agresiv. Sot, kooperativizmi është në të gjitha shtetet. Para disa viteve, 70-80% e industrisë së qumshtit në Itali jepten mbi baza kooperativiste. Në Hollandë, sot, kooperativat nuk shesin panxar ose dera, shesin sheqer. Shikoj çfarë integrimi, çfarë zhvillimi, është fantastike të jesh në kooperativë. Ne akoma nuk e kemi thyer këtë, bile unë jam përpjekur me francezët në atë kohë dhe krijuam një kooperativë të prodhimit blektoral në Vithkuq. Edhe po ecte mirë. E di pse u prish? Sepse 2 veta duhet të shkonin në Francë për vizitë, për eksperiencë. Tashi, nga që u zonë kush duhet të shkoj, e prishin kooperativën. Qatë them tash. Edhe duhet them edhe një diçka tjetër. Njerëzit e Koshtës kam punuar për këtë frymë, të punës kolektive e tjera, që në vitin 1924-25. Që të bindem njerëzit për këta, se avale e besojnë, këtu është kanunore, po unë po e quaj statutin, e një kooperative në kuptimin e ateshëm në Rëmbec, rregullat të tëra. Pleqësia e fshatit, zakonisht... Jo, kanunorja, e statuti, ligji... Në fakt, kjo ndodhte në zonat të ndryshme rurale, që pothuajse të gjithë vendosnin një kanunore, pra një rregullore, që zbatoheshe nga gjithë banorët e asaj zone pastaj. Ajo është administrative, kjo është thjesht përbujësin. Kjo është përbujësin. Kjo është statut, më? Kjo është shumë specifik. Ndërkohë, profesor, ju keni kryer studime të ndryshme. Dhe shumë prej studimeve tuaja të mirëfillta i raportonit, u sugjeronit kooperativave, sa të gjohej zëri specialistëve? Sot është krijuar një përshtypje që pavarësisht përpjekjeve që bëjnë specialistët, mendimet që japin, jo gjithmonë zëri tyre dëgjohet dhe shkon aty ku duhet. Është pyetje e vështirë në fakt për të përgjigjur. Po, dëgjimi zërit, respekti, varet shumë nga specialisti. Dhe besimi që krijon ai tek fermeri, sot. Besoj këtu është baza. Se fshatari ka një fermeri, jam vetë fshatar dhe nuk më vjen keq që ta quaj veten fshatar dhe nuk dua që t'i fyej njerëzit duke përdorur këtë term. Fshatari është një tip i zgjuar. Ka një zgjuarsi natyrore. Vetë puna, jeta e ka bërë të tillë. Dhe nuk të jep besimin që në fillim. Të studion, të provon, ato që thua, dhe kur vërtetojnë ato që keni thënë juve, atëra ju të beson dhe të respekton. Të vlerëson. Unë e kam dirë, tash nuk dua që të mos jem modest, po e kam provuar në veten time. Në veten time, gjatë gjithë kohës, bile një miku tim agronom, tash është në pension, thoshte unë vetëm në atë zyrë shikoj kryetar, drejtor, specialist, që shkëmbejnë mendime, që kështu. Do të thënë, merrnin, vinin edhe kërkonin ndihmë. Kur isha në universitet, tërë këta që ktheheshin nga të tërë, një pjesë që kërkonin për të investuar në këtu, vinin pyesin, kam një sasi para, ku mundet që ti investoj? Vinin merrnin një mendim. Një mendim. Disave ja u jep një, këtu, po vendimi i shtuaj, ata e kishin paran. Disa nuk e merrnin parasysh se e pyesja. Pyetja e dytë ishte, po në qoftë se do t'i humbasësh këto para, je gati?
Po si o profesor, ti unë pasun kaq kohë në emigracion. E kuptoj për i të shumë. Por biznesi është biznes. Që mundet... Mund është parasysh edhe... Mund parasysh edhe umbjen. Mund parasysh edhe ti umbësh këto para, ose një pjesë të mirë të këtyre. Dhe është normale. Nuk është gjë që ndodhë atyre, edhe son ndodhin të... Gjithmonë njerëzit janë të përgatitur për... Pra jo e kishim llafin që duhet që të jesh dikushi, të kesh një edhe amplifikim të se kush je, se edhe kjo vlen, edhe atyre njerëzit e mund binden dhe të dëgjojnë. Profesor, ju keni pasur mundësi që t'jeni për 2 vite dhe këshilltari kryeministrit Fatos Nano. Kryesisht, këshilltari jashtëm, kryesisht për çfarë? Vetëm në fushën e ekonomisë apo kryesisht në fushën e bujqësisë? Kryesisht në fushën e bujqësisë, për këtë isha ndihmës. Për zonën tonë? Jo, mendimet e është për tërë. Dhe unë punonja ngushtësisht me Namikun, që që zëvendës kryeministër. Namik Doklen. Dhe mersha me këto gjëra, qa probleme kishte qeveria? Ishte një projekt vendim, e menin këto të bashkimit Europian këto vendet, Namiku të është ajde mere. Sa të rësë kishte kështu email e këto. Dhe vinja e mernja, e studionja dhe jepnja mendimet e mija. Dhe interesante ishte që në shumë rastet, si që thoshte Dokle, unë po i them kështu se është shoku tim, thoshte e di që këto mendime përputhen dhe me ato që në kanë dhe në këta. Thoshte unë po, njajt jam brej, thoshte, mendja, kështu që dhe në atë ko, që vlen që është edhe sot për problem dhe filloj me shumë vones, ishte problemi i pensioneve. Unë mësë fshatar që isha, më dhimësin adhe o pjesë që mërte 80.000 leka, 70.000. Edhe e bisedova me Namikun që në atë ko, edhe i thashore, e di që nuk e ke një mirë këtë puna. Po pse, tha, po si bre, thash, me 70.000, 80.000, ose tjetëri 120.000, thash, po ka punuar një të termi, thash. Edhe u bë një gabim në vitin 94, është bërë, kë gabim, edhe ngellën, thash, njërzit, po ka punuar në vendet në bujësi, në minjerë, në sëmëtaj e tjera, thash, si ka mund, thash, e ditë si mendoj unë, thash, të ndërpritet rritja e pensioneve, se një rishikim të terve është vështirë të rekuptoj, rritja e pensioneve, ata që marrin mbi 300.000 lek. Këtyre, as një rritje çdo vit. Dhe të rritet këtyre të tjerve, derisa ta amfrohen me këto. Ishim në zyrë. Edhe i thamë kështu. Tha, vërtet ta është, po, bas gjedive. Se do studim, ta zbet kështu me njërë. Dakord. Kështu la, unë bi zgjedhjet, ngeli. Dhe tashi, më vjen mirë që po mendojnë për këtë punë. Nga viti 2003, besoj, deri më tashi, 20 e ca vjetë. Dushe bërë. Tjetër, që atere lindet këto të pronave, të pronësis mbi tokë. Dhe kishim një problem shumë të madhë me qytetarët e Korçës, po që ishin në kooperativën e Korçës dhe në fund në fermën e Korçës. Ishte bërë një lëmsh po shumë i madhë, që unë tashi i gjykoj edhe me nuanca burokratike, kështu korupcionin, të them drejtë. Edhe i drejtojnë ankes kryeministrit. Ku kuptohet kryeministri, zëvendës kryeministrit, që merrshe me këtë punë. Edhe më thotë do ti nga Korça e thotë, si gjithë këtë punë. Edhe kemi vazhduar, besoj një 3 muaj që jam marrë me këtë punë, derisa i binda që këta kanë të drejtë. Po losnin me miliona lek, me 100 miliona. Se ishte blokuar shitja. Edhe kur u dha ky vendim tash që të këta duhet që ti kenë këto prona, aty e kam vlerësuar edhe zëvendës kryeministri. Se kjo pronësia mbi tokën edhe sot ka problematika dhe vetat shumë. Po pse do thuash ti do zgjidhet? Shiko që thonë, se është interesante bre.
ca kaluam nga një temë tjetër, po është tema aktuale, që lidhet me këto. Kjo protest që unë e vlerësoj, të them të drejtën, që është qytetare që unë e vlerësoj, por, çka që thotë? Të hiqet plani për veriun, për këto që japet për të ngjallur kullat e tjera e tjera. Po dalë mos si ta heqim të. Shteti jep këto para, s'tem qeveria, shteti jep, ne japim parat. Nga taksat tona dalin. I thot, këtë kull që e ke të rënuar, unë t'ja para, dhe ca para tënde që ke nga migracioni, rregulloje, bëje një bujtin dhe janë kthyer shumë, i kanë kthyer dhe janë shumë të kënaqur me ç'dëgjojmë. Pse duhet të heqim këtë paketën e male? Më thuaj mua. Dhe sot çiko, çfarë mendime ka? Që unë spajtohem kur, le të thonë çfarë duan. Profesor, ndoshta kjo vjen nga padia, nga mungesa e informacionit, që shpesh herë njerëzit rebelohen. Shiko, nuk dua ty në këtë pjesën e politikës, sepse s'jam marrë asnjëherë. S'kam qenë asnjëherë antar partie. Kështu që jam në rregull me kjo. Dhe, shiko, ka shumë arsye. Ka shumë arsye. Ka shumë arsye. Po aman është kjo, mungesa e transparencës unë edhe sot e gjykoj që është. Mungesa është. Sepse duhet patjetër. Ore, ka një gjë. Edhe Zoti gabon. Edhe Zoti ka gabuar. Që të pranosh gabimet, që të pyesësh, që të marrësh mendim. Nuk është gjë e keqe, është gjë shumë e mirë, të ndihmon. Profesor, unë duhet i rikthehem pak faktit që për shumë vite me radhë ju keni qenë zëri jo vetëm në fushën e bujqësisë, por në fushën e ekonomisë, për shkak të një numri të madh të artikuj shkencor që ju keni botuar në të përditshmet që qarkullonin në ato vite para viteve 90, veçanërisht tek zëri i popullit, po edhe pas viteve 90. Duhet ndalem, në fakt janë një numër shumë i madh artikuj që prekin tema të veçanta. Për shembull, qysh në vitin 2003 ju keni shkruar një artikull që së bashku me Mirela Mersinin tërhiqni vëmendjen për një realitet që kërkonte vëmendje. Ishte migrimi i popullsisë në zonat rurale, që sot ne e gjejmë rëndom në media dhe në rrjetet sociale si shpopullimin e zonave rurale. Këtë studim e keni bërë qysh në vitin 2003, shumë vite më parë. Kam botuar edhe gjatë gjithë kohës. Te zëri popullit, te bashkimi, te rëdëja që ta disht, tamam, edhe sa u zëmuruan atëre s'merret vesh. Por, shiko, ka një gjë. Bujqësia zhvillohet nga dy skelete të mëdhaja, nga dy faktorë të mëdhej. Faktori njeri, që është i pasvendësueshëm, dhe faktori i bazës materiale, teknike, shkenca e tjera, teknologjia me një fjalë. Këto dy janë ka të tjera. Pse e them këtë? E them këtë sepse njeriu edhe në kushtet e një mekanizimi shumë të madh, ku punojnë dhe satelitët për bujqësinë, dhe këtë do të them me shembull, ku një fermë me 250 hektar drejtohet dhe punohet nga 3 persona, 250 hektar nga 3 persona, aman janë 3 persona. Përsëri duhet... Duhet, prandaj theme si pasvendësueshëm. Është normale, apo jo? Po të them, në kushtet kur e pyeta atë fermerin në Nebraska të SBA-ve, i thash, si e përdor pleun? Shumë lehtë. Në muajin, mos gabojmë fundi qershorit dhe në korrik, sateliti mi jep mua për zonën, sa ple duhet të argjoj mot.
duke ditur strukturën e mbjellëve e tjera, sepse e bën këtë thoshte me studimin e klorofilës, ngjyrës së gjelbër, me intensitetin e saj. Shkoku ka arritur. Dhe përsëri njerëzit janë. Njerëzit janë, prandaj them që shtylla bazë. Dhe gjithmonë është harmonizuar kjo. Kjo harmonizohet me zhvillimin e vendit, industria e tjera, nga do t'i marrë fuqi punëtore? Nga fshati. Nga fshati. Bile që në kohën e komunizmit, nësë arritëm kur ka atë komunizmin që po, as të socializmin nuk e ndërtuam. Që në atë kohë u vurën e këto. Për shembull, kur u ndërtua kombinati Mao Zedong i tekstileve në Berat, ju jeni të reja dhe shumë të rinj dhe të reja nga rajoni Korçës vajtën atje. Shumë që atëre filloi kjo, sepse filloi industria. Tërë problemi është që kjo tjetë e harmonizuar me zhvillimin ekonomik. Çfarë ndodhi? Në vitin 91, 92, kur s'ishte nevoja të merr një lej, mund të banonje ku të donje, mund të ndërtonje një shtëpi edhe në tokë nëse kishte tende, u shpopulluan fshati në mënyrë domethënë të palogjikshme ekonomikisht, se nga pikpamja njerëzore është normale. Sepse nga një analizë që kam bërë, kush ishte shkaqet? Shkaqet. Varfëria, mungesa e perspektivës, shkollimi, puna e rëndë, njerëzve të rinj nuk i pëlqen të punonin në fshat, edhe ikën. Do më thënë, ideja ishte për një jetë më të mirë. Dhe unë kam bërë në vitin 98, mos gabojmë, 99, një studim për 2 komuna të Korçës. Po është studim shumë korrekt. Cilat janë këto komuna? Me ish Lekasi dhe Moglica, që janë edhe 2 më të thella. Është bërë duke pyetur familje për familje, se i kisha mundësit. Për arsyet e largimit. Për arsyet e largimit, po edhe sa u larguan nga viti 90 deri në vitin 99. E di çfarë rezulton? Çfarë rezulton? Brenda këtyre viteve, unë kam edhe me fshatra, komuna e Lekasit, nga 6.284 banor në vitin 90, kishte 1.113 banor, që ishin larguar 3.556. Moglica nga 6.000, para ishe 4.669, e dyta është 6.284 Moglica, ishin në vitin 1990. Dhe në fund të vitit 99 ishin 3.590, 2.694 më pak. Që do thot profesor, në momentin që raportohen këto shifra, duhet ketë një reflektim dhe një reagim nga pushteti vendor, qoftë edhe nga qeveria? Çfarë do ndodh? Se ne i bëjmë me dije shifrat, studimet, por është ajo pyetje që u bëra pak më parë, sa të gjohen specialistët? Kjo është temë shumë e vështirë për ta trajtuar, sepse ka të bëjë me njerëzit, ka të bëjë me nivelin e zhvillimit ekonomik, ka të bëjë me politikat, me tëra. Sot për shembull në vendet e zhvilluara, në Francë, edhe vendet e tjera, ka shumë subvencione, ndihma, që të kthejë një pjesë në zonën rurale. I kanë kryuar tëra kushtet. E di që më thanë në Angers të Francës? Ne i kemi kryuar mundësi dhe një bariu në mal, të vazhdoj universiteti. Që atere, sot është praktike e parapur, po që atere, para 25 vjetëve, ishte kjo, që edhe bariut në majtë malit, ne t'i kryojmë kushte që të mbaroj universiteti. Po të unë isha para ca vitesh në zonën e Lekasit. Do më thënë, nuk e di çfarë kam ndjerë. Një pesimizëm, një zhgënjim, një kur që i ka një dyert të mbyllura. Çfarë mund ishte bërë ndryshe në këtë zona, profesor?
Që njerëzit ta shmaknin të shpopullim të frikshëm. Që njerëzit do iknin, kjo ishte e pa diskutueshme. Nuk e shmaknim dot këtë? Jo, sepse nuk kishim punuar më herët për ta shmangur këtë. E kuptoj. Pra duhet ishte një lëvizje shumë kohë. Po pa tjetër, dushet që të kishim në fokus këto ekonomi, këta njerëz, në fokus, që nëse s'do iknin të tërë, s'do rinin të tërë, po një pjesë e mirë do të rinin. Profesor, ju mendoni që paketa e maleve që e përmendë pak më parë mund të jetë një shpresë për rikthimin e këtyre njerëzve? Shiko, paketa e maleve ka 2 ose 3 gjëra kryesore sipas gjykimit tim, se nuk kam marrë pjesë në hartimin e saj. Po. E para, zgjidh pronësinë për tokë. Po. Sepse duhet ta dim që zona veriore nuk zbatoi 7501. Fare. U ndanë sipas kufive që kishin më përpara. Dhe sipas ligjit, këta nuk njihen pronar edhe sot. Dhe nëse një person, unë ose tjetri nga jashtë apo nga brenda shkon dhe thot, unë e dua këtë tokë që të bëj një fabrik, nuk e bën dot atë fabrik, se i thot, në ma atë tapin e ketë të tokës, jo, s'kam tapi. Pra nuk e kanë pronë. Kjo duke i thënë, ajde, e ke kullën, dhe kulla është në tokën tënde, kjo dihet, ndërtoje, do të njohim këtë pronësi, dhe indirekt kemi njohur pronësinë mbi tokën. Është një indirekt njohje, dhe unë e vlerësoj këtë. Personalisht, mund ta kem edhe gabim. E dyta, është ajo e kthimit në fshat, e njerëzve. E kthimit, duke e ndërtuar kullën, duke hapur një biznes, mikrobiznes, shtohet nga viti në vit, kthehet njerëzit. Dhe unë kam dëgjuar në televizion njerëz që janë kthyer, që kanë ndërtuar, dhe janë shumë të kënaqur. Profesor, se ka shumë tema, po duat i prek duke ju referuar gjithmonë artikujve të ndryshëm që profesori ka shkruar ndër vite. Duhet ndalem pak tek konkurenca dhe ndryshimet në modelet import-eksport. Edhe sot e kësaj dite, shpeshherë fermerët dëgjojnë në media, ankohen për konkurencën e pandershme. Si duhet funksionojë? Çfarë modeli duhet ndjek Shqipëria në vitet e sotme të modelin import-eksport? Sot problem i rëndësishëm është konkurenca. Dhe ne po e ndjejmë, po do ta ndjejmë shumë kur të jemi në një të ardhme pjesë e Bashkimit Evropian, kush do ketë më doganat për këto, taksat doganore e tjera. Ne që sot themi që na konkuron gruri i Serbisë. Pse? Vjen me kosto të ulët. Baron puna, dhe unë që jam blerës, si jam aq patriot sa të ashtu, them me këto para, do harxoj më pak dhe do marr këtë mall. Fare e thjesht. Fare e thjesht. Unë kam atë artikullin që thoni ju, unë kam bërë me përpunim matematikor në fakt. Dhe kam marrë rajonin tonë. E di cili është përfundimi sipas mendjes time në atë kohë, se artikulli është shkruar në një kontekst të caktuar. Ne mund të konkurojmë në perime shumë mirë dhe pjesërisht në fruta. Dhe di cili është problemi, se lidhen tash gjërat. 2 gjëra janë kryesore. Prodhim i madh që të ulësh koston, dhe specializim që lidhet me këtë prodhimin e madh. Në qoftë të tërë fermerët mbjellin nga 100 metra domate, speca e tjera, grur nga ynyme e tjera, si do konkurojë? Se ka një gjë, dhe shkojmë tek kooperativa. Bravo. Prandaj them se ne e shkatëruam. E disa është përqindja e dekolektivizimit, dekooperimit në ish Jugosllavi dhe në Serbi, se ishte pjesa më e madhe, e disa është 33-34%. E disa është e ne, 98.8% afërsisht. Çfarë tregon kjo? Është interesante. Tregon që në këto vende nuk u prishin kooperativat. Dhe prodhimi është i madh. Unë kam qenë në Vojvodin para 3-4 vitesh. Unë, sikur u ndodha në kohën e mëparshme. Bloqe parcelash, bloqe me pimë të mbjella, me një sistem ujitje të jashtë zakonshëm.
të ikës në Francë, duhet të ikës, mos nga pojmë, po edhe me orë, 1 orë apo edhe më shumë, pa minuta po e po, që kalon vetëm në bloqet me pemë frutore. Bloqet, unë kam udhëtuar. Të veshmë në Amerikë, s'bëhet lafës, nuk bëhet lafë. Një fermë ka 250 hektarë. Ne me 1 hektarë e gjysëm. Këtu doja të ndalesha sepse një artikull tjetër interesant i juaj ka qenë ka pas në qendër fermat e vogla. Probleme sociale dhe ekonomike të fermës familjare. Me gjithë përpjekjet që kanë bërë, po janë raste që numërohen me gishtat e dorës në Shqipëri, të rikthimit të rinjve me modele nga Europa dhe të ngritjes së fermave, fillimisht të vogla e pastaj të zgjeruara edhe në zonat të tjera. Po këto janë kaq të pakta sa numërohen me gishtat e dorës. Kush është problemi që ka një fermë e vogël, pra me gjithë përpjekjet që bën për ta zgjeruar? Ka shumë. Unë po them vetëm ca gjëra. Se është probleme shumë gjëra që lidhen njëra me tjetrën. Ne kemi fermën 1.25 hektar si mesatare republike. Ferma të kësaj madhësie, me sa di unë në botë, ka Japonia dhe Malta. Po Malta është vend i vogël, po Japonia. Dhe i ka, tonë para ca kohësh me pas këtë, po shiko që bën Japonia. Se do dalim një temë tjetër, po e themi që këtu. Japonia i drejton fermat. I thot, do mbjellësh kështu, do përdosh kështu, kaj do të paguaj unë, do më thonë, e garanton fermerin që të jetë i qetë gjatë gjithë vitit, dhe të punoj. Dhe të punoj, vetëm të punoj. Vetëm të punoj. E ka zgjidhur këtë vogëlsi. Ne e keqe me mëte, ditë cila është. Se ne e kemi me mesatare 1.25. Po problemi është sepse ne edhe tokën e ndamë në kohën e fillimit kapitalizmit, por me mendje komuniste. Në kuptimin që ti bëjmë të tërë të barabartë, duhet që në kjo tokë që është pjellore të marrin të tërë, në këtë zonë. Në këtë që është më pak të marrin të tërë. Dhe është coptuar kjo fermë mesatare 1.25 hektar në 4, 5, deri në 7 parcela. Dhe këtu dalim pasaj, qarë kosto për ti të ullët kur e mbjell me dynym dhe me metro? Atëherë duhet këtë iniciativa personale për kooperativizim. Kooperativizim. Ne do detyrohemi. Do detyrohemi ta bëjmë gjithë të tillë. Dhe bilet duhet filluar. Sepse do na birë në kokë kur të hymë në Bashkimin Evropian, që ata i kanë kostot shumë të ulta, se kanë edhe ndërhyrje shtetërore, tëra. Pa tjetër duhet ja u bërë të qartë. Juve jeni pronari i kësaj toke. Baroj puna, kësaj toke që këti 1.5 hektar apo 2, jeni pronar. Por në kooperativë, vendimet do t'i marrim bashkë. Kaj do mbjellim kështu, unë e kam këtë parcel, ti ke ti këtë ajo tjetri. Kjo pjesa që është copa, do bashkohet dhe do mbjellet një kulturë, që të punojnë mekanika e rëndë, që të punojnë tëra gjërat, që të ulin koston. Që kur të blejmë pleun kimik, të mos bleu një kuntal, e ti, po të vetëm temi, duam 50, që të ulim çmimin. Pra janë të lidhura njëra me tjetër. Po problemet tek marketingu agro-ushqimor, profesor, ku shkojnë sot? Kush problemi i madh i marketingut? Marketing në kuptimin e gjerë të fjalës, çfarë mund t'i bëjmë në një ferme me 1 hektar e gjysmë? Ne filluam dhe bëhet shumë mirë, mua më pëlqen ai kompleksi i madh i frutikulturës në Qatron, në atë zonë aty, që është edhe relativisht i madh, edhe shkencërisht i ngritur. Pra, është mbi baza shkencore në këtë kuptim. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Dhe atje duhet i çojmë neve njerëzit që ta shikojnë, në fakt. Atë duhet. Sepse kur ke prodhim të madh, kur ke
cilësi. E të tjera, ke mundësi të bësh dhe marketing, se dhe marketingu vetë është kosto. Do paguash. Pra janë të lidhura, së mund t'i marrësh gjërat e shkëputura dhe kjo është e keqe. Kur i marrim gjërat e shkëputura, nuk japin rezultatet që pritet. Ky është problemi. Dhe këtu duhet të dalim në konkluzion tjetër, që njerëzit që punojnë në bujqësi, ekonomia bujqësore, duhet të analizohet, të shikohet në kompleks, në të gjithë faktorët, jo në i moment ky, se po i more këto, a do jetë zgjidhja që kërkohet, apo jo, ky është problemi. Profesor, dhe për diçka tjetër duhet të pyes dhe pas të duhet të mbyllim këtë, sepse janë temat shumëta që mund të ndaj me profesorin, ndoshta në një të ardhme me një emision i dedikuar tërësisht këtyre temave do të kishte pa diskutim prezencën e profesorit. Është përfolur ndër vite për lënien ndjerë të tokës nga fermerët. Largimi i tyre masivisht në emigracion i ka bërë ata, i ka detyruar t'i lënë tokat djerë e pastaj për t'i lëshuar edhe me qera. Dhe ju e keni trajtuar në një nga artikujt tuaj. Si mund të zgjidhet problematika e tokave të lëna djerë? Një tokë e cila për vitet të tëra ri pa u punuar, pa u mbjell, pa prodhuar. Problemi imigrimit, problemi e të tjera, ka kryuar një balancim në një nivel shumë të lartë, midis njerëzit, njeriut dhe natyrës. Dhe një nga problemet që ajo që pyetët ju, lënia e tokës djerë. Apo jo, lënia e tokës djerë. Tjetra, mos përdorimi i këtij burimi ekonomik. Apo jo? Ashtu. Dhe ne sot shtrojmë problemin e rritjes së sipërfaqes së fermës. Kjo mund të zmadhohet o duke e blerë tokën, pra të zhvillohet tregu i tokës. E dyta, marrja me qira, dhe pasaj e treta është duke u kooperuar, duke u ashtu. Këto janë, ne akoma nuk e kemi tregun e tokës të zhvilluar në rang republike, sepse akoma nuk është zgjidhur problemi i pronës. Në Koshnes e kemi këtë problem, të themi hapur, sepse ne në 98% e kemi zbatuar ligjin. Me përjashtime të vogla, kishte atëherë, më sa më kujtohet mua, Dërsniku dhe Voskopoja. Kishte problem. Dhe Dërsniku vazhdon ende ta ketë një problem. Të tjera, tash nuk e di. Po atëherë e kishte, se u mora dhe me këtë punë atëherë, isha në komisionin e shpërndarjes tokave. Edhe se kemi këtë problem, po e kemi në mundësi. E para njërës, akoma ka njërës, dhe unë jap të drejt, që thonë që, dhe unë e përdor këtë shpesh, bujësia, toka, nuk të bënd të pasur. Këtë e thonë edhe Amerikanët. Ta kemi qartë. Toka, bujësia nuk të bënd të pasur, po nuk të letë të vdesësh. E quajnë si gjë shumë të sigurt për një nivel jetese të caktuar. Pra akoma është kjo mundësi. E dyta, në qoftë se ti e shikon bujësin dhe e kryon këtë ide nga kjo pronë e vogël, nuk je interesuar që të investosh. Të investosh, edhe ky është problem. Edhe këtu shteti duhet të mendoj. Duhet ta nisë që si ti ngrej këto fermat që ti krijoj një besim njerëzve që duke e zmadhuar fermën, unë do rrit të ardhe tjera e tjera. Duhet ta ndihmoj. Profesor, një pjesë shumë e rëndësishme e jetës suaj është puna në universitet. Puna juaj ka filluar qysh kur ende nuk kishte, nuk e kishim kthyer këtë institucion në universitet, por ekzistonte instituti në ato vite. Keni punuar aty për disa vite, e pastaj në momentin kur ndodhen ndryshime të mëdha në Shqipëri, kur instituti kaloi në një status tjetër atë të universitetit, ju morët drejtimin e tij si rektorin i pari, rektori këtij universiteti. Cilat ishin sfidat me cilat u përballa? Këtu është edhe afërme dhe kam punuar 31 vjet. 31 vjet. Nga viti 1985, shtatori, mos gaboj, mos setetori, deri në vitin 2016. Fillimisht shkova zëvendës drejtor,
dhe mbulova punën shkencore, sepse duhet të dim që unë vajta atje me titull. Vajta doktori shkencave. Doktori shkencave, po. Dhe isha i vetmi që isha i kualifikuar. Me titullin doktori shkencave. Atje bështe një punë mësimore e shkëlqyer. Ta thime atë që është dhe për këta ka meritë ishë drejtori Kiço Kotonika. Ka meritë. Po puna shkencore që zero. Edhe unë e mora me dashje këtë punë. Sepse në përmend mësimore s'kisha eksperiencë asgjë. Nga ekonomist. Kurse Kiçua kishte mbaruar këtë për mësuese e tjera. E kishte. Dhe bëra një punë atëre me detyrim. Që juve në muaj shtatori thash, do më sillni dosjet për kualifikim. Do më sillni tërë këtu. Ndryshe do ikni nga instituti. Që atëre pra rritja e kapaciteteve ishte absolut, po ishte domosdoshme. Ishte domosdoshmëri. Edhe e bënë si me dhunë këta, i mistual, vajta në kamzë, i thash kështu e ka punë në vend të tëra, dhe i marim ne për udhëheqje. Kishin edhe interes e tyre, për dhe marrëdhëniet i kishin shumë të mira. Dhe filluan që të ecin. E dyta ishte që atëre kishim goxha tokë. E kishim ekonomin didaktike eksperimentale, EDE-n e institutit. Dhe po jap një kështu. Ajo EDE e vura si në kokën time që do të bëhet model i zhvillimit të bujqësisë. Dhe arritja me madhe ishte se edhe e specializova. Do merremi me Elbin. Se këtu ishte Elbi, ishte fabrikat e birës e tjera. Do merremi me Elbin. Dhe dua të kujtoj patjetër një pedagog shumë të mirë, që kishte mbaruar po institutin, Ilir e ka emrin, tash është në Tiranë, bërë një punë të shkëlqyer. Besap që kujtja kam thënë këtë në atë kohë jashtë, nuk e besonin. Muarmë nga Egypti fondin gjenetik të Elbit, që kush e kupton është një gjë që mundet të krijosh lloje të reja. Dhe aq u vlerësua kjo dhe puna shkencore tonë, sa kur ardhi një specialist i Institutit Kombëtar të Elbit në Karnobat të Bullgarisë, është nga deti i Zia, nga Burgasi, edhe e quam atje, i pa, edhe tha, shikota, ju nuk jeni institut bujqësor, ju jeni institut shkencor për Elbin. Nuk e kishte kënaqur as kamza, as lushnja, as tëra. Vini këtu. Aq u rit. Dhe në atë kohë vinin specialistë e bujqësisë, kryeagronomët, që ishin njerëz shumë të përgatitur, se kishin mbaruar në atë periudhën që folëm. Dhe vinin e shikonin, pyesnin, bënin, kishin marrëdhënie shumë të ngushta me pedagogët. Jo me mua, se ata ishin specialistët, Iliri edhe të tjerë. Kjo u kriju atëherë. Se lindi nevoja që ky institut të kalonte në statusin e universitetit? Këtu pasaj, kalimi nga institut në universitet, ishte vendim politik. Këta nuk e thuam po unë e te. Ishte vendim politik. Trysni e grevave të studentëve që ishe në atë kohë, në ndryshimi i sistemeve, të institutit bujqësor të Kamzës, të institutit të arteve, që ishin institut, të institutit pedagogjik të Shkodrës, kryesisht pasaj në tjerë ca më pak. Po ishte trysni politike, letë tot cilit të doj. Ishte trysni politike. Dhe universiteti kishte nevojë pastaj për hapjen e detyria? Roli tim ishte zero, të them drejtë. Ishte vetëm në kuadrin që edhe ne e përkrajmë grevat. Kaq. Po, s'qeven që ishte i këtyre kryesisht. Ta thimin, t'japim akun ajsa në takon. Se cilit. Kur ardhi vendimi bile, unë edhe sot habite, nuk është Universiteti Korçës, është Universiteti Politeknik i Korçës. Kështu është vendimi i qeverisë. Kështu është emërtuar. Është vendimi i qeverisë. Dhe ka bërë presion për këtë emër atëre Maqolla Krori. Ashtu që edhe ministrët nuk atëre, ose ishe në këto,
që të qështë me synim që këtu të hapsin edhe degët e inxinjerisë. Sepse kishim një bazë shumë të mirë me mekanike, uzinën e precizionit, që Jugoslavia në atë kohë nuk e kishte. Ma ka thënë vetë rektori i Bitolës, i manastirit. Do të pranuar kjo. Kur ardhi vetëm miratohet Universiteti Politeknik i Korçës. Tashi lind problemi dhe rektor, unë. Tashi këtu ishte sfida ime, sfida tonë, që qarë deg do hapim, qarë fakultete do hapim me para. Dhe këtu u integruan specialistët e tërfushave. Dhe e drejtonte qarku i Korçës, kryetari i qarkut të Korçës. Këshuja i thashun që unë nuk i tres dot. Po, për shembull, nga ekonomistët ishte Jani Mio. Ju nuk e mbani mend. Jani Mio ka qenë këtu kryetari i komitetit ekzekutiv. Ka qenë zëvendës kryetari i planit të shtetit. Kishte mbaruar në Leningrad. Dhe ishte, unë e them pa ndrojtje që më formësoi ekonomist Jani Mio. Më ngarkonte me të tilla punë që unë flinja në zyrë. Edhe vinja ja shpinje, të urdhoni, urga tjetër. E shikonte, jo më shumë se një gjysmore. Mbante shnime, mi thoshe na meri të shi. Një herë, 2-3 tash, o kretar tash, unë e di që punon me javë tëra për këto punit, e di që kam një krevat në zyrë, edhe pasaj tha, qarë. Edhe, kur e thashtë e një tjetër, tha urdu ta tash e këtu. Unë duat bëj ekonomist, pikë. Se si e tamam. Qërë ti thosha? Edhe... Fakulteti parë ishte aji ekonomist. Edhe, do në ideja ishte e parë njërë, shto bëjmë me fakultetin e bujqësisë. Se ajo ishte baza. Jam, tashit, këta nuk e pranojnë, disa e pranojnë, disa jam kumbarja të emërtimi. Do të quajmë fakulteti i inxinjerisë agronomi. Inxinjeri agronomi. Dhe ashtu e ka dhe sot. Dhe nga e mora këtë model? E mora nga Çekia, nga Çekoslovakia. Ata e kanë këtë emërtim. Unë e kisha parë në një revist, dhe thot, pse mos e quajmë kështu? Kjo inxinjeri është. Bëjmë genetik, bëjmë këta. Edhe i kam mirë akoma. Nga degët më të vështira me të ndrejtë. Shiko. Degë shumë e vështirë. Ja, po ja u Kujtoj themon. disa nga shoqet e mia të shkollës së mesme që e ndoqën dhe Ja, po ju them edhe vërtet të gjë. vështirë. Në ato kohë, ne bënim shkollat e mesme mësim ushtarak, kishim pedagog ushtarak e tjera. Bile zvendës rektoria ishte, zvendës drejtoresha ishte ushtarake. Edhe bënim neve njerë në muaj të veshur, nxënësit të veshur me armë, të veshur ushtar, bënin roje aty. Student, nxënësit rinin deri në orën 12 të natës që studionin në për auditorë. 12 të natës, vinim i nxirnim ne jashtë me zorë, ikni se do vlemë, se nesër jemi në punë. Ke pasur angazhim dhe përkupim. Merë me mend. E kuptoj. Edhe sot, pale kur isha unë po edhe sot, nuk ka drita në zyrat, jo më në auditorët, më 10. Profesor, gjithë jetën tuaj keni dhënë lëndën e marketingut. Një minutë, këtu duhet të ndalem prapë të universiteti. Fakulteti tjetër që u asho ishte ekonomiku. Nuk u asho. Dhe fakulteti tjetër ishte mësuesia, që dhe kjo nuk diskutoshe, u diskutua shumë mjekësia. Ta hapni mjekësin këtu. Dhe unë isha i mendimit, po pasaj ndërryn këto, jo, kryetari komiteti këto, jo, po këshu, po mirë dakord, e lamë. Ky ishte dhe këto u miratuan. Problemi ishte i degëve, brenda fakultetit. Kjo ishte problemi. Për fat të mirë, unë shkova në atë kohë në Maqedoni, po ashtë ata ishin në një fazë as mish as peshk. Sa ata kishin vetë administrimin Jugoslav të Titos. Edhe kishin dhe këto landet e perëndimit, sa gjëra kështu, dhe i mora librat, mora programet, dhe i pyeta, krijova një ide, po ide shumë të përgjithshme.
Pasaj për fatin ton, në ardhi një ekip nga Amerika, dhe ne na kanë ardhur 3 pedagogë, a 4, dhe po para kësaj vjen një specialist nga Amerika, ka kishë janë rektor, edhe i thash atyri, ma qoni mos e zdim që të bëjmë, i thash. As fakulteti ekonomik i Tiranës s'ka bërë ndonjë gjë. Vjen ajo në koshte dhe bile i kam paguar hoteli, shpenzimet me parat time. Atia. Dhe një 2 ditë, 3 njëta, 2 ditë, dhe i thash është të bëjmë, i thash. Për mua ta, menaxhim, patjetër, marketing, financë. Këto janë 3 degët bazë. Kështu u hapë fakulteti ekonomisë në këto 3 degët? Një minut, po i thashun, po ne kemi mendjen edhe për turizmin. Po turizmi ta së është degë veçanë, ta është pjesë e këtyre ta. Po një që e keni qefë të hapeni ta. Pra u hapë me menaxhimin, financën, marketingun dhe turizmin. Me 4 degë. Dhe më tha, do t'i mbash këto degët. E them këta sepse do t'alin në aktualja. Do t'i mbash këto degët. Dhe kur qikosh që numri i studentëve është rritur, mund të hapësh dhe degë më të specializuara. Por atere ta. Dhe kështu u veprua. Patëm shumë probleme. Degën e financës, bilej që t'jemi tamam i saktë, nuk u hapë që në atë kohë. U hapën këto 3, menaxhim, marketing dhe turizm, 3. Nuk deshte fakulteti ekonomik për financën. Nuk deshte. Ndërë ju në ata se ishin ma afër qeverisë. Kur u ktheva unë në 98-ën, mos gaboj dekan, me njërë shkova në ministri, dhe ashtë bashtur, për ne dhe ma... Për 4 vite keni qenë dekan i fakultetit e ekonomisë? Pa tjetër. Dhe gjithë jetën keni dhënë lëndën e marketingut? Gjatë gjithë kohës, në bas vitit 91, kur u hapë dhe universiteti, kam dhënë lëndën e marketingut në fakultetin ekonomik. Marketingun bujësor në fakultetin e bujësisë, e inxinjerisë, por në degën e agrobiznesit, se arroa këtu. Kur u hapën degët e tjera, degën e agrobiznesit e ka mapur me luftë. Ba shumë vitesh, u bindën. Profesor, do ndikim një grup fotosh, sepse duaj që të kujtojmë edhe disa nga ishtë studentët e parë tuajt. Profesor, kujtojmë pak këto momente? Unë dua të kujtoj pak një figurë të njohur në fakt në botën pedagogjike, që është Mira Zaimasi. Ishte shumë korekte, shumë edhen, do në ishte njeri që blente, do më thëmë. Këtu kemi shpëndar ato diplomat, aty ishte a i momenti. Këtu është... Një moment, një foto e cila më ke rëfyer dhe më ke treguar që... është fotoa më dëshpërusja ime. Një moment shumë delikat në... Sepse ne ramë nga 90-100 studentë që pranonim çdo vit, në një 30 e ca studentë, me një, kur ndryshoj sistemi. Sepse në atë kohë që të vazhdojnë universitetin, ishe i detyruar që këtë degë që të jepnin, s'kishte zgjedhje. Të vinë drejt, i thoshin ati, këtu do vesh edhe vinte që nga Kuksi, Dibra, deri në poshtë, në Sarandë, Vlorë, se këtë pjesë... Ka qenë dita e parë këtu e një viti akademik. Dita e fillimit vitit shkollor. Sigurisht mungonin njerëzit e partisë, dihet. Këtu dekan i fakultetit ekonomik, me probleme, sepse s'po na shkonin mirë punët. Edhe këtu dekan... Momente pune, po aty, në zyrën e dekanit. Kjo është një foto shumë e rëndësishme dhe Enkas, profesori, i ka zgjedhur, sepse për post kolegëve të tu, aty kemi brezin e parë të studentëve të menaxhimit. Që ishin studentën për mua ekselent. Edhe si njerëz, në këta studentë dhe në turizëm, unë e mbaj mend sepse kam vënë 11 dhjeta. Dhe pasaj 10 e vinjan 5 vjetë. Kjo kanë qenë një brez... Tashi këta këtu, janë sot njerës jo kështu që do këdo, i gjenë në bankat amerikane,
i gjenë në bizneset të mëdhaja. Nuk janë kështu, janë... Një pjesë e tyre janë bashkuar botës akademike, janë Po. një studentë tuaj. Fillimisht ne mbanin studentët më të mirë, sepse s'kishim tjerë, prodhonim që s'kishim kur t'jepnin lëndët, bile unë kam mbaruar për ekonomi agrare, po e mora marketingun, sepse 3 muaj rjesht, mua më ka dhënë mësim një pedagog amerikan këtu, ardhi që nga Amerika, lëndën e marketingut. Prandaj e zgjodha edhe atë. Dhe kur shkova në Gjermani në vitin 92-93, 3 muajt e parë, kam studuar marketing. Dhe dëgjonja po këto leksione. Prandaj u specializova atje. Ku e kisha bërë lëndën e marketingut? Profesor, një pjesë e mire e ishtë studentëve tuaj u bën pastaj dhe kolegët tuaj. Dhe nuk besoj se kishte kënaqësi më të madhe. Shiko, nuk kishte kënaqësi më të madhe, të them të drejtën. Po shikon, ata që i ke dhënë mësim, i ke përgatitur, i njeh, i bën me anë pozitive, me anë negative e tjerë. Po duhet të ditur një gjë që janë mbajtur studentët më të mirë. Sepse kishte kritere, kishte kushte që nuk i shkelnin dot. Nganjëherë dhe shkelsin, po 99% nuk shkelsin. Shiko, ka qenë e vështirë në fakt të përzgjedhësh, sepse dhe profesori pak i rezervuar në bisedën paraprake prej shumë orësh, një bisedë gjatë që kemi bërë bashkë, dhe i rezervuar dhe selektiv në emra, ndoshta edhe për të ruajtur pak privatësinë e miqve, kolegëve, ish studentëve të tij. Megjithatë, një mesazh të vjen sot nga larg. Eriona, përshëndetje, profesor Ylli, përshëndetje, publik i dashur i radio televizionit të Korçës, përshëndetje. Eriona, të falenderoj për këtë emision që po bën për profesor Yllin, të falenderoj gjithashtu për mundësinë që po më krijon për të bërë këtë përshëndetje. Me profesorin jam njohur para rreth 30 vitesh, në atë kohë një marrëdhënie student-pedagog, më vonë bashkëpunëtor në një projekt pranë Fakultetit të Ekonomisë, për të kthyer në një misi jo thjesht personale, por dhe familjare, dhe më vonë, rreth vitit 2008-2009, për të më ritakuar sërish pranë fakultetit si 2 kolegë. Profesorin e kam parë në shumë dimensione, por ai gjithmonë vetet një profesionist me integritet të lartë, moral dhe etik, një familjar i përkushtuar, një mik që të gjendet atje kur ke nevojë, një person që në duke të vendos distancë, por të ripran dhe kur ti nuk e kupton. Unë uroj për profesorin të ketë shëndet. Shëndet nuk kuptoj thjesht shëndetin fizik, por atë që ai nuk e ka lënë asnjëherë. Studimin, punën. Profesori çdo ditë ka një ritëm jete që i dedikon vetes, familjes dhe studimit të vazhdueshëm. Në marrëdhënien me mua ka qenë gjithmonë mbështetës, por dhe një kritizer i madh. Sa në momentet që unë kisha përgjegjësi publike, përpiqesha të isha shumë i kujdesshëm edhe në ato që thoja, por edhe kur e takoja, kujdesesha që të menja mesazhet e duhura prej tij. Profesori është natyre hapur, e drejt për drejt, në çdo lloj marrëdhënie. Më kujtohet një episod, ishim në një restorant që sa ishte përuruar, dhe i zoti i restorantit, i njohur imi dhe i profesorit. Profesori e zgjodhi restorantin për të vajtur atje, dhe kemi një ritual që njerë në pak kohë ulemi, kalojmë kohë së bashku, dhe në atë rast zgjodhëm këtë restorantin. Profesori i pëlqen mjedisi, i pëlqen ushqimi, por i zoti restorantit për të na begenisur, siç i themi ne nga Korça, pra për të
vinte er pas ere, madje dhe ulmene. Ul disa herë. Dhe po e vështirësonte pak bisedën tonë, sepse ne ishim atje së bashku për një tjetër qëllim, jo për te. Në fund, profesori thot, i dashur, të restorantin e ke bërë shumë të mirë. Ushqimi ishte shumë i mirë. Po këtë zakonin për të ullur me klientët, mirë është që dha reduktosh. E solla këtë si shembull për të thënë sa i drejt për drejt është profesori. Sot, në përgjithësi, me shoqërinë që ka evoluar, njerëzit e drejt për drejt mëngojnë. Dhe kjo mbas është e mirë, por shpesh mungon ajo pjesa gjenuine të personat. Profesori ka mbetur gjithmonë gjenuin dhe unë uroj që ai të jetë i tillë gjithmonë. I uroj shëndet, i uroj jetë i gjatë, i uroj t'i shikoj mirë gjithë njerëzit pranë, i uroj punë të mbarë, se e di që nuk do heq dorë nga puna asnjëherë, dhe shpresoj të takojmë së shpejti. Gjithë mirat. Është emocionuese në fakt, se ka një gjë, Eriona. Unë doa të falenderoj Erion Exhipin, ish kryetari Këshillit të Qarkut, ish pedagog i Universitetit të Korçës. Erioni jeton tashmë prej disa kohësh në Kanada bashkë me familjen dhe falenderoj për gatishmërinë që tregoi edhe e falenderoj edhe për kujtimet e bukura që solli edhe për teleshikuesit. Me Erioni ishte një student i mirë. Po ajo që më tërhitem shumë ishte instinkti i tij për të marrë me biznes. Që kur ishte student. Dhe që kur ishte student hapi një dyqan për pastrimin kimik, që kur ishte student. E kishte këtë ide dhe mua kjo më pëlqente, që ishte student i mirë dhe punëtor, pa tjetër. Dhe me kalimin e kohës unë krijova marrëdhënie shumë të afta. Si që i tregove edhe vetë. Si që tregoj edhe vetë. Se unë kisha një ide në kokë, kur isha aty pedagog, që i mësonja faktit që si do me respektojnë studentët kur unë t'jem në pension. Ky është e problemi matë, mos tonë, bo e pam këta prapë, na u mërzit këj. A do më respektojnë dhe gjithmonë e kisha në kokë që studentët janë të drejtë dhe njerëz të zgjuar. Dhe e kisha kryuar me fakte këte, që ishin të drejtë, se këtu ka mendime nga më të ndryshme. Ne, rektorati, bënte një kohë pas kohë një etiketim çfarë mendime kanë studentët për pedagogët dhe vlerësimin e tyre. Unë isha pedagogu që ngelja më shumë që ngelsja, jo unë ngelja, po që në lëndën time studentët ngelsin me numër. E kishin vështirë ta kalonin. E kishin vështirë. Për shembull në lëndën time ngelsin më shumë se në matematika. Tash marketingu s'e më i rëndë se matematika, themi atë që është. Po ngelsin shumë studentë sepse ishte korekcia. S'ka ndërhyrje, s'ka pagesa, se duhet thënë këto. Dhe ata kryuan një bindje që profesori Ylli është i drejtë. Dhe mua më nxjerrin pedagogun më të mirë të fakultetit, që edhe pse ngelin më shumë. Kjo më krye bindjen që janë shumë. Anketimet që bësh. Janë shumë të drejtë. Profesor, duhet ndalim në një moment tjetër. Amerika, Gjermania, Spanja, Franca, Greqia, Skocia, edhe shumë vende të tjera janë vende ku ti ke pasur mundësi të kryesh specializime dhe kualifikime të ndryshme. Ne do të ndjekim tani një blok fotosh dhe duke i parë, duke sjell në kujtesë edhe bashkëpunimet që ke pasur me kolegës, se në disa prej tyre nuk ke shkuar vetëm, ke qenë edhe me kolegët e tu. Sjellim ndoshta në kujtesë tani edhe disa kolegët e tu. Tu kemi qenë në Nebraska të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nebraska është një vend bujqësor, po të thojë se në qendër të Amerikës. Nuk është shtet shumë i zhvilluar, po bujqësinë, sidomos sorgumin, misrin, që këto ishte në vendin e parë në Amerikë gati. Dhe këtu kemi qenë me disa të tjerë, nga Shkodra, nga Tirana, unë kisha dhe femi unë pas, edhe këtu jemi në
në një që prodhonte, që therte gjelat e detit, ripshin jo me dorë, kuptohet, të era, derisa paketoshin edhe për eksport. Këtu po me ata njerëz, por dhe me shefin e një departamentin në Universitetin e Nebraskës. Ky që Korano Jugor. Dhe ky ishte kryetari i projektit. Një njeri shumë i zgjuar, i vllai i tij kishte marrëdhënie të drejtë për drejta me presidentin amerikan, shumë i zgjuar, na merrte vazhdimisht në familje dhe zbatonin rregullat e Koreas së Jugut në familje. Këtu jam me dy shoqet e mia, një është nga Vlora, kjo këteja, kjo pasaj u bë zëvendës drejtoresh e bankës kombëtare, dhe nuk e se është akoma aty. Kjo ishte dekane në atë kohë në Vlorë kjo, pasaj u bë në bankën. Kjo tjetra ishte dekane ekonomiku të Shkodrës. Për fat të keq, pësoj aksident dhe ka vdekur. Këtu jemi në Maqedoni. Sërisht me këtu jemi në Zyri. Në Zyri. Jemi në Zyri se ishte problem avionës. Po jo për punë në Zyri. Këtu jemi në Prishtinë, më duket. Na sponsorizovit tërë dekanët e fakulteteve ekonomike dhe një pjesë të pedagogëve. Për shkëmbim eksperiencë. Për shkëmbim eksperiencë, po edhe më tepër kështu, ishte një diçka, një seminar më shumë. Këtu në Selanik. Patëm një marrëdhënie shumë të gjatë me Selanikun, shumë të gjatë, bile vazhdoj disa vite, vajtëm disa herë aty. Atëre e kuptova që edhe jashtë universitetet nuk ishin shumë të pastë. Stambolli është një tjetër destinacion. Stambolli, pa tjetër. Këtu jam me një pedagog tjetër të ekonomikut, kemi ndenjur pak këtu, s'kemi ndenjur shumë. Këtu jemi në Ankara, jemi në mauzoleumin e Ataturkut. Vend shumë madhështor ishte, të them të drejtën, të merës ishte. Këtu jemi në një fermer, në Nebraskë. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës. Njeri nga këta, jo ky me kapel, ky që është këteja, është pronar. Dhe e shoqja e tij ngiste tërë llojet e traktorëve, mund të bënte të tërë punët. Edhe ky po ashtu, zbriste nga një traktor ipte tek tjetri, nga një gjë në një tjetër, në punë, dhe një punëtor. Profesor, mekanizmat që shohim aty te janë të ujitjes. Të ujitjes. Pra kështu ishte zgjidhur ujitja. As bështella, po shiko sa janë 50 metra në një krah. Profesor, kë konsideroni ju si eksperiencë më unike? Nga gjitha këto, po thuaj se gjitha vendet i ke shkelur, madje shohim janë dhe dy foto të tjera? Është edhe kjo? Kjo është në Glasgow të Skocisë. Në Skoci. Kjo është në Londër. Dhe tjetra është në Londër, në Angli. Tashi, unë mi gjatë kam qëndruar në Gjermani. Në Gjermani. Rreth 5 muaj. Dhe u mësova me jetën, me të tëra. Dhe më ka lënë përshtypje në shumë gjëra. Korektësia e tyre, sjellja e tyre, marrëdhënia që mua më ndikuan shumë student pedagog, me një shembull. Në orën 12 rreth kësaj ore. Sepse ta themi edhe për teleshikuesit, ju keni qenë lektor në 2 universitete në Gjermani dhe në Spanjë, shumë herët, që është në vitet 93-95. Në Gjermani, unë kam dhënë një leksion lidhur me tranzicionin e ekonomisë në Shqipëri. Në Spanjë, në Saragoza, i thonë ata, ne themi Saragoza, për problemet e zhvillimit të biznesit në atë kohë në Shqipëri. Në këto dy, kam dhënë leksion. Po, eksperiencë, përshtypje, ishte Gjermania. Se punova edhe në fakultet, duke ndjekur dhe leksionet dhe ishte interesant. Në leksionet e marketingut, pedagogu më shpegon të mua, se unë s'menja vesh, nuk kuptonja shumë në gjermanisht në të kohë. Edhe sot, jo se kuptoj shumë. Mi shpegon të shumë shkurtër në anglisht
që unë të kisha idenë, në Gjermanisë bërë një vesh, lafe di një vetëm, pastaj unë janë në leksion. Po aty shikoj një marrëdhënie, si shpjegonte, si bënte nga kjo anë. Dhe pastaj studioja gjatë gjithë kohës anglisht. E kuptoj. Profesor, vetëm shumë shkurt ju keni, sepse duhet ndalim këtu tek tema e universitetit, ju keni shkruar një artikull me temë universitetet rajonale. Në atë kohë, po sot kanë dalë probleme të tjera, që janë shumë më të mpreta, mendoj unë. E para, është rejqur, si që gjukoj unë, më do keme edhe gabim, përse shikoj nga jashtë dhe sa njëri ka mund. Nuk është më ajo impenjimi i pedagogëve me studenti. Unë deri në momentin që ika, nuk përdor një laptop. Nuk përdor një stampime me laptop, duke nxjerrë aty dhe duke parë laptopin në ekran, që shikonin edhe studentët edhe ta shpjegonja. Kjo do bën dembel, si që gjykoj unë. Unë deri ditën e fundit, ynja në sallën e leksionit, me furqe, përfshirë drasën dhe me shkumës. Bile drasën në një fshinin edhe studentët, se lotësha, sa tëre e kishim 90 minuta. Po, 90 minuta e edhe vetëm shpjegonja dhe s'merr një as leksion pas, të drejtë. 90 minuta vetëm flisja. E mbush një drasën me skica, me tera, dhe e kisha sallën me 100 veta, nga 150, në dominancë. Nuk lëviste koka as këte. Kush vinte gjysmë sekonde mbrapa muaj i këte jashtë. Aman ishte korekcia. Dhe studentët u mësuan me këte dhe s'kishim as një problem. E dyta, është zbehur lidhja e mësimit teori me praktikën. Edhe në atë kohën time kishim probleme. Po unë kisha njohje me drejtuesit e firmave. Kisha edhe marrëdhënie. Edhe i pranonin studentët e i qëndronin më afër e tjera. Ka një përpjekje të kësaj natyre? Ka, po nuk e di. As krahasohet me punën tonë. As krahasohet me punën tonë në kohën para vitit në 90 e tjera. Ne shkonim, mbaronim mësimin, shkonim 4 deri në 5 muaj në kooperativa, në ferma, aty rinim. Bënim edhe çfarë na detyronin ata, ishte eksperiencë, mbaron të puna. Mirë se po të vazhdojmë të flasim për universitetin, kemi shumë gjëra, po profesor. Jo, duhet të ndalem me diçka tjetër. Po. U bën, them unë, mund ta kem edhe gabim. Mendimi tim. Gabime në coptimin e fakultetit ekonomik, për shembull. Apja e nën degëve të shumta. Për shembull, çdoshe këtu ekonomia politike. Dega ekonomik shtatemi me këtë termat e reja. Ekonomiksi në Korçë. Ekonomiksi ishte në Tiranë. Dhe aty s'kishte student, sepse tregu ishte shumë i ngushtë. O mësues i ekonomisë, o në për ministri, kryeministri që janë këto, po ky është treg i ngushtë. Pra, nuk shikohet, edhe sot akoma nuk shikohet, ore sa i lidhur është kjo degë me tregun, se fundit këta njerëz s'vinë këtu për të ndenjur, do ikin mund punë. Dhe këtë coptim, edhe të tjera, ullë numërin e studentëve, ca ullet sepse s'ka më të rinj. Unë ndiq një çdo vit, sa studentë nga Korçë shkonin në Fakultetin Ekonomik të Tiranës, e më rezultonte 7 deri 8 studentë maksimum inent. Pastaj del nga ky numër urit. Urit shumë. Urit. Atëre duhet parë kjo edhe sot, edhe kryesorja, me siguri që këtu do më shajnë shumë njerëz, duhet të shikohet prap kjo përhapje e universiteteve. Shiko, ishim 4 milion, kishim një universitet, disa institute, Shkodër, Korçë, Elbasan dhe në Gjirokastër. Profesor, cili është shpërblimi më i madh që ke marrë në jetën tënde në aspektin moral? Shpërblimi më i madh, edhe e them jo për kështu, po e them me bindje të plot, është respekti jo vetëm i studentëve të mi, po i njerëzve me të cilët kam punuar, që e ruajnë edhe sot. Ky është ëndra ime, do të thënë që kam pasur dhe e kam të realizuar. Të tjerat nuk më në sy fare.
Ndihesh mjaftueshëm i vlerësuar për kontributin që keni dhënë botën akademike? Besoj se ndjehem në kuptimin që unë i arrita të qëllimeve të mia. Sigurisht, nuk më ardhi mirë për shkak të themi hapur. Që dalje herët në pension. Jo, para kësaj, duke qenë një njeri strikt, kërkus, e tjera, studentët e mi që u bënë pedagogë, nuk më zgjithnin të isha shef departament mi që në zdesha, dekan. Edhe ma thoshin hapur, pse nuk duam t'jeshti? Sepse 1, 2, 3, 4. Dhe unë i mirë kuptonja dhe rinja, dhe tjetër pasaj në pension. Tashi, si regull, dhe e kanë shumë mirë, si regull, e kanë që një profesor del në moshën 68 vjetë. E mbajnë edhe 2 vjetë, tashi po e mbajnë nga 4, që? Dhe i moshën 70, dhe pasaj i thonë, dhe unë këtë ide kisha që 68 drejnë në 70 me, nuk do të pranonja, sepse shumë arsye. Se mund të ashdojë t'jepi një kontribut. Unë e ndjenja, dhe edhe sot po të vete mund t'japë dhe leksionet pa ndo një ashtu. Po e kisha këtë ide, që bolë, se bëhesh i mërziqëm. Tashi, të nxjerrin në pension, më 12 minutë të ditës që ke lindur, të natës, po të ditës që ke lindur, kjo është. Po jo, e keqja ishte sepse unë kisha për të dhenë dhe një leksion e gjysëm dhe mbyllshë semestri parë. Po dalë më pritë, këtë një leksion e gjysëm duhet ta japë, seminaret duhet të japë, provimin duhet që ta zhvilloj. Jo, më thanë, nam në kyqet e derës, se unë kisha një klasje përdornja edhe si zyrë, nuk kynte njeri aty, vetëm unë. Me herin i thash, dakord. Aman i thash i ka, unë leksionet do t'i japë, nuk dua më rogë. Tretë, me të s'më dhanë rogë. Seminaret do t'i japë, dhe provimin do t'a zhvilloj unë. Notat do t'i ve unë, firme në fund, po të duan le ta firmosin, po të duan le mos e firmosin. Dhe këta e realizohet. Duhet e qoj dherë në fund punën, të ndashtë si që duhet për intak gjdo një. Nuk ishte serioze. Cili është mësimi më i mirë, profesor, që njeriu mund të marrë pas humbjeve në jetë? Që ka humbje. Po deri më sot, unë s'kam patur humbje të tjera, se i kam realizuar të që kam patur objektiv. Sigurisht që mungesa e prindërve, kur u larguan nga jeta prindrit, babaj u largua i ri relativisht. Mamaja në një moshë që mosha e prindërve nga as njerëz duhet të në madhe, të imi në drejt, po në gjykim ishte relativisht moshë edhe kaluar 87-88 vjetë, babaj 74 vjetë, që filloja atë të goditjet kështu. Po mosha, marja me punë, duke pasur dhe njerëz të tjerë, fëmijë, gruan, e kalon më shpejt, besoj unë, si pas eksperiencës time. Por, humbjen, kam pasur dhe humbje tjera, motrat më të mëdha se mua, sigurisht janë të dhimbshme dhe këto, po unë, pa hezitim, ajo që e kam ndjerë dhe ndjej edhe sot, është humbja e bashkëshortes. Sepse jetova 24 e ca vjet me te. As me baban, as me nenën, as me mota, s'kam jetuar kaq. Është një anë, e dyta. Mori përsipër tërë problemet e shtëpisë. Unë s'merësha më thoshte ti, shtëpinë e ke hotel dhe restorant. Kaq, thoshte. Sepse jo i bënte tëra punë. Bile i thosha, qarë se bepe kemi këtë të shtunet të djekë, kemi këte e këte, nga kjo orë në këto orë. Me ty, ke një orë, do shkojmë në këtë restorant dhe në këte. E planifikuar çdo gjë. Unë edhe kone kisha vetë të planifikuar. Dhe e ngarkova shumë. Edhe sot, penduar që nuk e kaluar më shumë kohë me të? Jo që jam penduar, po e quaj gjën më të shëmtuar që kam bërë. Edhe di si mundohem që nuk e minaj dot, nuk e rikthej dot atë që dusha bërë. Të vetën në ngushëllim është që i vetë çdo të shtu në varri. Dhe ka 7 vjet që i vetë çdo të shtu. Që shumë njerëz thonë po çfarë bën brejulli, çfarë bën? I them shiko, më lini rehat, sepse kam detyrime. Po çfarë detyrime kem, është e vdekur. Nuk e dini ju, i them. Kaq edhe e mbyll. Ndjesh i plotësuar me të dy fëmijët e tu? Ata kanë zgjedhur
dy rrugë të ndryshme. Eliona punon në një bank, është ekonomiste, ju e keni pasur dhe studente, ajo ka mbaruar në mënyrë ekselente studimet e larta, ndërsa Orneli është modeli, unë këtë nuk do ta them sepse kam profesor Yllin këtu, por Orneli është modeli i atij të riu që ne kërkojmë sot dhe që i bëjmë publike në rrjetet sociale. Njëri i cili zgjodhi rrugën e emigracionit dhe pas kthimit të gjitha të ardhurat e tij i investojnë në një biznes. Ishte ndoshta ndër të parat biznese dhe na dukej pak çudi kur kalonim tu tek shtëpia dhe shihnim se si ky i ri transformonte oborin e shtëpisë në biznes. E pranove lehtësisht vendimin e Ornelit për ta transformuar shtëpinë në një restorant? Ka një histori dhe kjo. Djali ishte student. Në atë kohë më pushoi në gruan nga puna. Mua me heqin si rektor, ndryshimi i sistemeve, edhe djali ardhi tha, o babi tha, mami tha, e pushon nga puna. Ty tha, me sa duket, në ato rrugë janë. Kush do na mbajnë ata? Unë do iki, tha. Ku do vesh më? Ishte mamaja gjallë atëre, por në Greqi tha, unë do iki. I tha shoqi ka unë nuk të rekomandoj këtë. Groja qante, tha jo e jo, mamaja kujon, çan la fos ti janë këte. Edhe më tha mua, hajde babi tha, o do më rregullosh ti iki me vizë, o do iki nga mali. Tash i zgjidh. Edhe unë i them, dakord, edhe unë s'jam për t'ikur, po do ta zgjidh këtë punë. Tash mos më ngarkosh mua. Kështu që i nxorë një vizë. Shkova te Ilir Manushi, ish pedagogu ton, që e ministër në atë kohë në qeverinë Meksi, i thash, Ilir, kështu, po ç'ke ata për 3 ditë ke vizën. Më nxori vizën, ja solla unë i thash, Ornel, ja ku e ke. Dhe i ka në Gjermani atëre. 3 muajt e parë. Kur mbas një javë më merr groja thot, djali iku thot. Edhe as filan vend. Më jep numrin e telefonit që kisha aty në puna. E tjera, ai ta rregulloja me maman. Ti si e babaj. Çfarë më thoshte? E nisi një djalë të vetëm jashtë. Orneli punoi në çdo punë aty. Më në fund fare filloi të merrse me pizzeritë e këto. Ama mësoi shumë gjëra. Dhe groja ju vu sa herë merrte në telefon, hajde, dhe më në fund të ardhi, 2001-2002 kështu, në këto vite. Edhe filloi në një punë, në një gurore andeja, që kishte një nga fshati tonë, edhe filloi tha, babi tha, unë nuk punoj kështu me ta, unë mirë isha atje ta. Ka shumë, ja ku e kjo oborin, ishte obori shumë e matë. Tër kjo, që shikon për tërë ishte obor, edhe këshim shumë mirë, këshim rushe, tëra. I thash urdo, dakord. E fillovi vetë, do hap një pizzerit. Një sipërmarrje e cila sot rezulton e suksesshme edhe pas e fillovi vetë, por ajo që më pëlqen tek djali, të them të drejtën, është sepse është një punëtor që mund të bëjë çdo punë. Domethënë, po të shikosh veglat e tia, i ka tëra veglat e një mekaniku të nivelit të lartë. I duhet kjo punë, e bën vetë, s'ka nevojë për tjerë. Çatira, xhamllajqe, rregullimi i bën vetë tëra, dhe nuk përton. Dhe krenaria jote pastaj janë 2 mbesat e tua. Ato janë gjithçka, jo krenaria ime. Ato syn as djalja as pas më sy para tyre, të them të drejtën. Ashtu ë? Kam një lidhje që nuk e di. Mamaja Ramet pas më thoshte që kur lindi Orneli dhe mamaja ishte shumë. Se unë isha djali vetëm në 5 motra dhe ajo pra te. Edhe thoshte tash i dua Ornelin më shumë se sa ty. Mos ja fut kota mamaj, thasha. Dakord, do vi koha. Tash ky është realitet. Unë po si pas ato të dyja, dhe ato kanë një afërsi me mua, kështu që ato janë gjithçka për mua. Gjithçka për ty. Po, vajza të dy ndoqën rrugë të tjera. Vajzën unë kisha mundësi të çonja jashtë shtetit, në Tiranë, po isha dekan i fakultetit. Dhe i thash, po të çova ty jashtë ose në Tiranë, çdo thonë të tjerë, do rish këtu i thash. Jo, babi, do rish me këtu i thash. Edhe ke një gjë nga mua i thash, kur të mbarosh këtu, unë do të jap masterin ta bësh në një universitet perëndimor. Dhe e bëri në një universitet zviceran. Zvicerian. Ka master zviceran, domethënë, për bankat dhe financat. Ka një mesazh Eliona për ty sot. I dashur babi, është e vështirë të flas për ty me pak fjalë, sepse për mua nuk je vetëm profesor i respektuar,
por mbi të gjitha je njeriu që së bashku me mamin na keni mësuar vlerat më të rëndësishme në jetë. Shumë njerëz të njohin për punën, për kushtimin, kontributin tënd ndër vite. Unë kam patur fatin të kem baba. Një njeri i drejtë, i kujdesshëm dhe gjithmonë i pranishëm në momentet e mia më të rëndësishme. Ti na ke mësuar se suksesi fitohet me punë, ndershmëri dhe respekt për të tjerët. Janë mësime që na kanë shoqëruar gjatë të gjithë jetës sonë dhe për të cilat do të jemi gjithmonë mirënjohës. Sot, ndërsa shoh gjithë vlerësimin që njerëzit kanë për ty, ndihem krenare, jo vetëm për profesorin që ke qenë, por dhe për baban që vazhdon të jesh. Babi, të falenderoj për gjithçka ke bërë për ne, për dashurinë, sakrificat dhe mbështetjen e pakushtëzuar. Faleminderit që je i pranishëm në jetën tona dhe të mbesave të tua. Të duam shumë. T'urojmë shëndet dhe jetë të gjatë pranë nesh. Jam pafundësisht krenare që jam vajza jote. Që sa më shumë kalon mosha, aq më shumë e ndjen këtë. Unë sot për shembull, kur mendojmë për Ornelin, filloj të qaj. Për çupën, sa më shumë, se kam një lidhje edhe më të fortë me çupën. Po kam një gjë vetëm që jam shumë krenar. Edhe me vajzën, po edhe me djalin. Dhe di, kush më bën më shumë, në fillim thoshin Orneli djali yllit. Tash i thon ylli babai Ornelit. Është shumë krenari shumë e madhe për një prim. Po shumë domethënëse. Dhe Orneli ka dy gjëra, sipas gjykimit tim, dhe besoj se i kam të drejta se jam babai i tij. Marrëdhëniet me njerëzit i ka zemra e tij që kërkon që të bëj mirë me të, i ka marrë nga e jema, jo nga mua. Zemërgjërsia që... Me mua, sjellja tëra. Nga mua ka marrë më shumë pamjen. Vajza është e kundërta. Ka marrë nga e jema më shumë pamjen, në uqet është babai. S'kam shtem. Shumë e rezervuar, po prap me shumë e kujdesshme në zgjedhjen e fjalëve. Shumë e kujdesshme. E falenderoj Elionën, ju uroj shumë suksese në punën dhe në jetën e saj. Profesor, mes këtyre emocioneve unë do ta mbyll të bisedë që ka rrjedhur bukur, po besoj ka qenë e vlefshme për të gjithë ne dhe të falenderoj që më në fund doshim një rrëfim ndryshe nga ju. Në radhë parë, unë ju falenderoj juve që ma krijuat këtë mundësi, për shumë arsye, po për një arsye që unë duhet që ta them, është e drejtë ose jo, po duhet që ta them. Ore sot, shoqëria, njerëzit, janë bërë shumë, se i ka bërë puna, tëra, nuk i them pse, më shumë individualist. Ore, sot se marrin vesh, për shembull, kur na vdes një shok, një mik, sa atëre e merrin vesh, se ishin në punë në këto, lidhshin më shumë mirë. Kurse tash me zi e marrin vesh, bile e marrin vesh, pasi ka ikur. Të paktën, jo vetëm që më dhat një kënaqësi që rikujtova pak a shumë jetën time, me të mirat e të këqijat e saj, prandaj ju them shumë faleminderit. Faleminderit ju, profesore. Të falenderojmë, besoj falenderimi do të bie dhe nga gjithë teleshikuesit që na kanë ndjekur për gjithë kontributin që keni dhënë në fushën tuaj dhe veçanërisht në botën akademike. Faleminderit shumë. Faleminderit e ju e një herë. Mirë, ne ishim së bashku në këtë bisedë të ngrohtë, në këtë mjedis të ngrohtë me profesor doktor Ylson Manokun. Ju falenderoj që edhe sot zgjodhët ekranin ton.